إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Të gjitha falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Këllëzën Allahu azza wa jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë nga ajo rrugë. Dhe atë që lën në humbje me drejtsinë e Tij, askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pos Allahut azza wa jall. Ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton, mbi familjen e Tij dhe mbi gjithë shokët e Tij. Xhamatli të nderuar, ju këshilloj juve dhe veten time me frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E në vazhdim sot, do të flasim për një emër të bukur të Allahut azza wa jall. E të gjithë emrat e Allahut janë të bukur. Do të flasim për një cilësi të Allahut absolute. E të gjitha cilësitë e Allahut janë absolute dhe të përsosura. Cilësi kjo në cilën Allahu azza wa jall urdhëron që njerëzit të stolisen me këtë cilësi dhe të punojnë me të. Kjo është cilësia e drejtësisë. Pra Allahu është I drejti. Nuk I bën pa drejtësi askujt. Nuk ja mon anën dhe krahin askujt. Edhe pse e gjithë krijimtaria është e Tij. Edhe pse e gjithë çështja është e Tij. Edhe pse I gjithë pushteti Atij takon, dhe ai vepron çkado që dëshiron, megjithatë Allahu është I drejti. Allahu është I drejtë në vendimet e Tij. Me drejtësi jep atë që jep, dhe privon atë që e privon. Është I drejtë në fenë e Tij. Është I drejtë në shpërblimin që jep njerëzve. Për të mirën shpërblen me të mirë, për të keqen shpërblen në sajet e veprës që është bën. Allahu azza wa jall nuk I bën pa drejtësi askujt dhe nuk ka askush që është më I drejtë se Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu në Kur'an: "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." E Zoti yt nuk I bën pa drejtësi askujt. Thot Allahu azza wa jall në hadithin kutsi: "Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi." O robrit e mi, unë pa drejtësinë ja kam ndalu vetes time. "Wa ja'altuhu muharraman bainakum." Dhe kam bërë të ndaluar mes jush. "Fala tadhalamu." Andaj mos I bëni pa drejtësinë njëri tjetrit. Andaj vëllezër të nderuar, Allah subhanahu wa ta'ala, si tham, është I drejti dhe mon drejtësi në gjykimin mes krijesave të Tij, cilat do t'i mbledh dhe do t'i tubon të gjitha në ditën e llogarisë dhe do t'i gjykon me drejtësinë e Tij. Allah subhanahu wa ta'ala flet në Kur'an shpesh për këtë vërtetë, për arsye që njerëzit të largohen nga padrejtësia, me qëllim që njerëzit të mbohen fort në drejtësi, me qëllim që dhe nëse njerëzit e humbin besimin tek drejtësia e njerëzve, të mos harrojnë se nuk do të humbë drejtësia para Allahut azza wa jall ditën e gjykimit. Andaj duke folur për gjykimin e ditën e gjykimit në Surën Al-Anbiya, tregon Allahu azza wa jall se atë ditë do t'i vendosim peshore të sakta. Wa nad'u mawazin al-qist. Atë ditë do të vendosim peshoret e sakta të drejtësisë. Dhe tregon Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala tuzlamu nafsun shay'a."
nuk ka njeri që i bëhet pa drejtësi asgjë. Deri në cilën mos, deri në atë mos. Nëse është sa një kokër sinapi, sa zerja që thot populli, e tejna biha, do ta sjellim aty. Wa kafa bina hasibin, dhe mjafton që na jemi gjykas dhe tek ne do të japet llogaria. Na i marrim një llogari, kjo mjafton. Sepse Allahu është i drejtë. Por Allahu te bareke ve taala, përveç që është i drejtë vetë, ka urdhëruar që dhe robët e tij të jenë të drejtë, që dhe robët të mbajnë drejtësi. E ne jemi të urdhëruar me drejtësi në dy aspekte, ose po i përmbledhin në dy drejtime, nëse mund të them, në dy raporte. Drejtësia në rend të parë me Allahun, që njeriu të jetë i drejtë me Allahun, e kjo nën kupton që të ruhemi pa drejtësisë më të madhe, shirkut. Të jemi të drejtë me Allahun, të mos i bëjmë shirk Allahut, të mos konsiderojmë dikon tjetër Zot përveç Allahut, të mos adhurojmë askënd përveç Allah subhanahu wa taala. Atëherë ne i lutemi Allahut, dhe nuk i lutemi gjinëve. Kërkojmë ndihmën e Allahut, nuk kërkojmë ndihmë as nga falltori, as nga sihirbazi, as nga evliat e shehlerët atje. Ne kërkojmë shpëtim prej Allahut, jo prej të vdekurve. Edhe gjuhë tona i ruaj mos mi bësh shirk Allahut azza wa jall. Betohemi në Allahun, nuk betohemi në pejgamberin alayhis salam me gjithë pozitën e madhe që e ka. Nuk betohemi në nderin, pashanerën, çfarë do nere që kiti. Nuk betohem besën, pasha besën e pasha evlodën atë, çfarë do të ajo. I ruajmë edhe gjuhën tona të mos e krahasojmë dikon dhe të shoqërojmë që bëjmë shok Allahut azza wa jall. Edhe pse te besimtari nuk vjen kjo të jetë në zemrën e tij me krahasu diçka të dunjas, ose nimeti begatia me krahasu me Allahun, se Allah dhuron begatit. Mirë, po edhe në këtë shkallë i ruajmë gjuhën tona, sepse kjo është drejtësia. Kjo është drejtësia që kërkohet që vetëm Allahu të adhurohet dhe të mos ngritet asgjë dhe askush mbi Allahun subhanahu wa taala. Pastaj jemi të urdhëruar të bëjmë drejtësi mes veti. Të bëjmë drejtësi kur gjykojmë mes njerëzve. Edhe nëse njëna palë është i afërmi joni, apo i dashuri joni, apo është një njeri që ka një pozitë, ka famë, ose është ndonjëfar biznesmeni ose tregtari, pasaniku, Allahu të urdhon bësh drejtësi. Po dhe në qoftë se ndonjë në palë është armik i yti, është kundërshtari i yti, nështë është një njeri që se dënë, se ki për qefe, ose e urren, je i ndalum të i bësh zullum dhe pa drejtësi. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, Kumu lillahi bil qisti. Kumu lillah. Kunu qawamina lillah, të jeni, do me thonë të qëndrushëm për hir të Allahut azza wa jall. Kunu qawamina lillah shuhada'a bil qist. Të jeni dëshmitar të drejtësisë. Thot Allah azza wa jall: "Wa la yajrimanna shana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Mos ju shtyj urrejtja për një popull ose për ndajkon që jo të mos mbani drejtësi. Mbani drejtësi, se kjo është më afër devotshmërisë. Andaj njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mban drejtësi në gjitha situatat, sepse do del para të drejtit, para Allahut azza wa jall, ku nuk do të humbë drejtësia. Gjykimi me drejtësi o vëllazni, i jap siguri njerëzve të dobët, i jap siguri njerëzve të varfër, i pren rrugën pa drejtësisë, i pren rrugën lakmisë, i pren rrugën pa gopsisë, i shën njerëz që nuk ngopen, kanë edhe apet njerëz në hak. Kanë pozita e drejta, apet i shkelin drejtat e tjerëve. Njerëzit nuk ngopen, njerëzit nuk kanë kufi. Syni dhe goja e njeriu ngjihet vetëm rrej, kur gjë tjetër. Andaj këta njerëz ndalen vetëm me drejtësi. Kështu që kemi prej atyre që mbojmë drejtësi. E të mbojmë drejtësi të unis prej vetes tonë, prej familjeve tonë, prej fëmijëve, vëllezërve tonë. Të mbojmë drejtësi mes trashëgimtarëve, të mos u him në hak.
Mos të him hak trashëgimi, sidomos vajzave tona, motrave tona. Ose kundërta pasaj, për shkak lakmia atje motrat mos kthyer as listë Allahut as kurrë veç kape edhe të merr për veti. Secili pastaj të mos kthyer e drejta që ju takon dhe drejtësia Allahut në këtë situatë. Pastaj drejtësia me njerëz beshore, kur mosin. Drejtësia me njerëz punë ku jemi, përgjithësitë që kemi. Që njeri të trajton çështjet me drejtësi. Para një zyrtari duhet gjithë njerëzit jenë barabartë, gjitha lëndat jenë barabarta. Ti gjykoj njerëzit si duhet, ti trajtoj njerëzit si duhet, me drejtësi dhe me radhë. Punësimi i drejtë, e gjitha me radhë. Ajo do t'jap sukses dhe bereqet në një shoqëri. Aty ku ka pa drejtësi, çka kërkon ti? Çfarë drejtësie ti kërkon? Çfarë haku të kërkon ti para tjerëve nëse na i shkelim drejtat e tjerëve, e njëri tjetrit? Haj që mon drejtësin, familje dhe në përgjithësin që e ka, Allah ka porosit ose ka tërgu se kanë vend veçan ditën e gjykimit. Sot Allah subhanahu wa ta'ala ka mimbere, pozitat larta pej drite që ju takojnë atyre që në ana e djathtë e Allahut, sot që ju takojnë atyre të cilët të mbajnë drejtësi, janë të drejtë me familjet e tyre dhe në pozitat ku kanë marrë përgjegjësi. Vende, mimbere të dritës, në krahun e djathtë të Allahut azza wa jall, e dy krahët e Allahut janë të djathtë, dy durët e tij janë të djathta. Ai opozit atyre që janë të drejtë. Sikur që të drejtit janë në hijen e arshit të Allahut, udhëheq si drejt, njëri që ka përgjegjësi. Mirë po, kërkon prej tjerëve drejtësi e vetë mos mbaj drejtësi? Situatën tonë tash ku jemi sidomos, kjo pa drejtësi dhe ky zullum, kjo islamofobi ndaj muslimanëve, e lyp drejtësimet majt, të hujt, e fuqit e mëdha e tjetri, çka është dallimi ashtu vallë mes një ministri serbe që thot mi prej shqiptarët, edhe mes një shqiptari që thot mi prej muslimanët shqiptarë që. Muslimanët shqiptarë janë shtylla e këtij shteti dhe këtij vendi. Po janë shumica e këtij vendi. Çka është dallimi? Njëjtë. E diti kësë e diti, e pranaj se pranaj, e bën me qëllim a pa qëllim, njëjtë janë. Për kuj pa do drejtë drejtësi? Ata që dojnë me shti popullin e vetë, të drejtat e njerëzve, të drejtën e tyre me mbajt besimin, fejnë e tyre, me ushtru fejnë e tyre, praktikimin e fejnë tyre, çka dënë? Për kuj pa do drejtësi tjetër? Andaj, që amojmë krahin të drejtës o vllazni gjithherë, e mjot pa drejtës. Bëjmë avokat të drejtës, jo avokat pa drejtës. Se pa drejtësia ka dy mënyra. Ose fitohet me fuqi, ai merr drejtat e tij, e ka pushtetin, e ka fuqinë, shkel edhe bën. E që thënë ajo fjala, sa i fortë shkon fukaraja, po bosh i fortë se duhet bosh se s'ki zgjedhje tjetër, se është i fortë dhe ti merr drejtat tua. Ose dhe forma tjetër, duke i shtremru ligjet, ose duke i komentu, i shohim njerëzit që bëhen avokat të një gjoje të pa drejtë. Avokati e din që nuk është e drejta e klientit ti, lufton se ka një interes atje me marrë një përshindje dhe u kry puna. Nuk i intereson, a është e vërtet, ajo është e vërtet. Me çdo kush mundohet me fitu lëndën e klientit vet, pa marrë parasysh a ka drejt as ka drejt. Ose dën me mbrojt dikon shokun, vllahun e vet, mikun e vet, qoftë punë, qoftë në familjen, në lagje, se kudo që është, se këtyre është e drejtë, as është e drejtë. Andaj, truhemi o vllaznit, kemi kujdes. Po e përfundoj këtë hyrbe me porosinë e pejgamberit alayhis salam, sot 3 gjona janë shpëtuese. Dhe prej këtyre gjonave që i përmend sot, frikë respektin ndaj Allahut, edhe në vetmi, edhe në publik, që njëri gjithherë t'ja ketë frikën Allah subhanahu wa ta'ala. Sot drejtësia, edhe kur jesh i gëzushëm, edhe i kënaqur, edhe kur jesh i mërzitun, ose i mlefosën, ose i zemrum. S'ka je i mlefosën, digo, ja kino drejtësi në çdo situatë. Ka frikë respektin ndaj Allahut dhe drejtësia. Dhe mesatarja që njeri me konë i motun, edhe kur është i varfën, edhe kur është i pasën. Ti jesh mesatar. Mos me tepru. Sot e 3 gjona janë shkatruse.
Hawan muttaba. Njerëz i cili ndjeket pasohet, pa të pri feja me thonë, a bën që kjo dëshire jotja, a bën fetarisht as bën. Po si është dëshire jotja, duhet me plotsu, dëshira jam me kry. Dhe sot e kemi këtë problem me njerëz. Nuk gjykojnë me arsyeën e tyre, po me dëshirat. Po kom shefun edhe kry puna. Atëherë thotë shkatruese është hawan muttaba, një dëshirë e cila ndjeket pa kriter. Pa të pri feja a bën as bën, kjo është shkatruese për ty. Edhe një lakmi e cila njerit ju bindet njerit në nështrot, asë lakmia kër e qëtë njerin për para, nuk o të nëllë, kom e shkatru. Dhe vetë pëlqimi njerit. Ku njeri menon me pak punë ose me kurse, menon që ka bo, ku me ditë së thamë, ku me ditë kushi, me thënë që Allah duhet me apranu, gjithë kush e boni, që e boni, kjo është ku njeri vetë pëlqen punën e vetë. Allah në rujtë prej gjithë atyne, Allah në bo prej atyre që punojnë me mund, me sinceritet, me drejtësi që me mri, inshallah, pastaj me mëshirën e Allahut, me fitu mëshirën e Allahut dhe në fund me fitu kënaqësinë e tij dhe xhenetin e tij. Se për ndryshe nuk mundu me veprën tonë me arrit atë pozitë, po inshallah Zoti na mëshiron, inshallah Allah azza wa jalla na ruan neve, na përmirëson neve, familjet tona, shoqërinë tonë dhe gjithë umetin. O sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gjithherë falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin tonë. Vëllezër të nderuar, kemi një kërkesë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë që me ju bë thirrje gjithë qytetarëve me i vaksinu fëmijët kundër frusit. Sepse janë lajmëruar mbi 60 raste të prekur prej frusit fëmija dhe janë të trajtu seriozisht në spital, për arsye se është neglizhenca e prindërve ndoshta që të mos i japet ai vaksionim. Kjo është thirrje dhe kërkesa e tyre që kemi për obligim ja u përcjell, për arsye se kjo është në interes jo vetëm për fëmijët e secilit prej neve, po përgjithësi për shoqërinë tonë. E në fund, prapë po kthehemi dhe dërgojmë salavate mbi pejgamberin sa më kemi këtë urdhër të madh nga Allah azza wa jall. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون